Gjykata e Apelit shprehet se në rigjykim, Gjykata e Korçës, në zbatim të parimit të procesit të rregullt ligjor dhe të barazisë së armëve, duhet të marrë dhe të administrojë të gjitha të dhënat që disponon kompania Meta e Facebookut dhe Instagramit për përdorimin e rrjeteve sociale dhe për mbajtjen e të gjitha komunikimeve për periudhën 1 qershor 2022 deri me datën 20 qershor 2022 të viktimës Martin Çeço, të pandehurës Martina Pajollari dhe të pandehurve të tjerë në të gjitha profilet e hapura prej tyre, llogarit IP të identifikuara nga prokuroria dhe në varësi të dhënave të përftuara nga kompania Meta, thirrjen dhe pyetjen në gjykim të personave të tjerë që mund të rezultojnë në komunikime me interes për faktin penal të ndodhur. Gjithashtu thot Gjykata e Apelit, të dhënat pranë kompanisë Meta të kërkohen dhe për rrjetet sociale dhe të gjitha llojet e komunikimeve të realizuara nëpërmjet tyre për të njëjtën periudhë dhe përshtetasit Johnson Potka, Mikel Çuçllari, Rezardo Kolli dhe Ergentina Plebi.